Në base nuk u kuptuaj që thash. Është ndryshe kur ti merr grante nga Evropa, të cilat janë fundit nuk janë kosto për Shqipërinë. Po janë marrë grante, janë marrë më grante. Është ndryshe kur ato fonde dalin nga taksat e shqiptarëve. Kur dalin nga taksat e shqiptarëve, mendimi shoku jemi përpara faktit, jemi përpara faktit. Ti do hysh me biznes apo do hysh si karafil, si do hysh? Po patjetër që do hysh si biznes. Po s'ke pra biznesi do të falimentoj, po ta thot 80% e bizneseve janë. Po janë duke falimentuar edhe pa u fut në Evropë. Edhe ty të gëzon ky fakt? Po jo, po s'ka lidhje Evropa në këtë rast, ka lidhje modeli ekonomik që kemi zgjedhur. Ore çfarë duhet të bëjmë se ne tani? Në këtë moment ty po të largohen vit për vit, po të ikim 50.000 shqiptarë në Shqipëri. Edhe për këtë arsye duhet mbyllim dhe bizneset tani. Jo, jo që mbyllim bizneset, po ti ke probleme që ke akoma më të rënda. Këto biznese kush do i mbaj? Se nuk është problemi i rënd e para është punëtore, e para fuqia punëtore. Ti s'ke fuqi punëtore. Ç'do të bësh ti për fuqinë punëtore? Sepse problemi është që ty t'ikin shqiptarët jashtë. Pastaj fundit, nëse ti shqiptarët u i zëvendëson me fuqi punëtore tuaj, dhe shteti mbushet me Filipinës me këto tjerë, kjo s'është më Shqipëri. Pa ata njësoj e bëjnë prodhimin, puna është ke prodhimi. Po ç'më duhet prodhimi mua unë nuk jam qytetar i botës, unë jam qytetar i Shqipërisë. Unë flas shqip, kam një kulturë shqiptare. Nëse 90% e popullsisë bëhet Filipinas, çka kuptimi ka që mbijetoj biznesi i Zamirit apo i dikujt tjetër? A ti bien shkel gjithave thua ti, puna madhe. Jo, duhet shikojmë ca gjëra që janë primare. Primare është përpara se të shkojmë mirë te biznesi. Ore, ky biznes që po thua jo do arrim standardet këto të tjerat. Problemi më të madh që kemi është, edhe që kanë pasur në vendet e tjera kur janë futur në Evropë. Ore, në atë momenti kur do futemi dhe s'ka më nevojë për atë 3 mujoshin. Ore, këtu do bëhet si Shkodra që tha ai kur ta hapen kufit do shkoj tek 5 herë të vikut mos marri turma me vete.